Të nderuar vëllezër e motra, të respektuar dhe shumë të nderuar bashkëpunëtor dhe bashkëluftar të mi, të nderuar dhe të respektuar familje të dëshmorëve. Në radhë të parë, në emër të gjithë juve, do doja të përshëndes ato të cilët janë jashtë kësaj salle për arsye që vendet kanë qenë kaq sa janë dhe nuk ka as vend, as salla për të grumbulluar antarësinë e Bashkimit Demokratik për Integrim. Ky nuk është fillimi i fushatës, kjo është hapja e konventës për promovim të kandidatëve të Bashkimit Demokratik për Integrim për kandidatë të mundshëm për deputet në zgjedhjet parlamentare të vitit 2005. Të nderuar të pranishëm, tani u bon 10 vite me radhë që ne kemi punuar aktivisht, kemi punuar si një familje për të jetësuar, për të materializuar idealet e shokëve tanë, idealet e të parëve tanë, për të cilët ata kanë ndruar dhe ne i bëm realitet ëndrrën e tyre të bukur, ëndrrën e shqiptarisë. Dhe kjo ëndër, dhe ky moment shihet nga shkëlqimi i syve të herojt tonë kombëtar, të generalëve të shqiptarisë, Skënderbeut në Shkup, ku ai me vëmendje dhe shkëlqim po përjeton se si studentës shqiptar po studiojnë mu në shesh të Shkupit, mu në afërsi të sheshit Skënderbe në godina të reja. Ska se si ky shkëlqim të mos vrehet në syt e Skënderbeut, kur ai vrojton, shiqon nga sheshi më i vjetër i Shkupit se si po merren kazermat e ish Jugosllavisë, ku bëheshën plane për të vrarë prerë shqiptar. Ato kazerma vrojtohen nga trimi, se si merren në Tibër, se si merren në Kërqov, se si merren në Kumanov, që ato kazerma ku bëshën plane anti-shqiptare po shndrohen në vatra të diturisë, në vatra të arsimit dhe të shkencës. Prandaj, s'ka se si mos jemi të lumturuar, të gëzuar, se si nga syt e të madhit Skënderbe po shkëlqen se bijat e këtij vendi po nderojnë rilindjen kombëtare shqiptare në manastir, ku shtëpia e Kongresit të manastirit bëhet muze kombëtar. S'ka se si ky shkëlqim mos vrehet në sytë të madhit Skënderbe, kur dhe bijat e këtij vendi ngrisin mu në sheshin e Shkupit të vjetër, muzeun e historisë, muzeun e lirisë, që nga 1878 deri në vitin 2001 me ushtrinë shërimtare kombëtare. Të nderuar vëllezër e motra, të nderuar të pranishëm, do doja me këtë rast të përshëndes shtabin e përgjithshëm zgjedhor në krye me sekretarin e përgjithshëm zotin Abdulaqi Mademi,
të doja të përshëndes të gjithë kryetarët e shtabeve të zgjedhore që nga Prespa, Manastiri, Ohri, Struga, Kërqova, Gostivari, Tetova, Kumanova, Elikova, si dhe Nikoqir, Shkupit e Seraj. Të doja t'ju përshëndes dhe të faleminderoj përzemërsisht të gjithë përgjegjësit e këshillave të vendor, këshillave të komunal, sepse kështu ju tregoni forcën tuaj, ju tregoni se Bashkimi Demokratik për Integrim është parti, është lëvizje e vitalitetit, është lëvizje që nuk ndalet kur, është lëvizje që trashëgon një histori jashtëzakonisht të bujshme, është trashëgimtare e vlerave më të mëdha kombëtare, duke filluar që nga rilindja kombëtare deri tek brezi i gjeneratës së vitit 99 e 2001. Të nderuar vëllezërit e mi, ne na kanë mbetur akoma punë për të bërë. Para ma, as guximi, as dia, as inteligjenca nuk na mungon. Në Bashkimin Demokratik për Integrim janë të rreshtuar si në karikator figura të mençura, të përgatitura në të gjitha fushat, të profesionalizuara në akademitë dhe universitetet nga më të njohura dhe më të mëdha europiane dhe amerikane. Kështu që përpara nesh mbeten detyra mjaft të rëndësishme, avancimin e mëtejmë të çështjes shqiptare në Maqedoni, duke punuar dhe u angazhuar në barazin totale të shqiptarëve dhe maqedonazëve, sepse ky vend është edhe yni, këtu tapi të parët na kalon dhe ne jemi pi dhe bia që atyre tapive që na i kanë lënë ju dalim zot me punë të mira, me punë të mbara, dhe patriotizëm është sot, shqiptarizëm është sot, të ngrisish universitete, shqiptarizëm, atletarizëm është sot, të mbushish spitalet e klinikat me specialistë shqiptar, të mbushish universitetet me doktora shkencash, të kultivosh, të përparosh shkencën shqiptare pikrisht këtu në vendin e të parëve tonë. Nëse shumë kujt i kam thonë, Skënderbeu mund të matet në Tiranë me kilogram, por në Shkupin e vjetër, po ai Skënderbeu matet me ok, dhe ju e dini se një ok është gati 2 kilogram. Na kanë mbetur çështje madhore përpara për të qetësuar dhe materializuar. Ne duam Europën. Pse e duam Europën? Europa është vlerë. Europa respekton diversitetet. Europa ka hequr kufit dhe na duam që kufi shqiptar të mos ekzistojnë. Ky është standard europian. Ky është standard për të cilën ne punojmë. Ne duam që së më parë të bashkohemi me Shqipërinë, në kuadër të 26 vendeve të aleancës së madhe të NATO-s, në krye me aleatin tonë më të madh, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne duam që ky vend të jetë i zhvilluar. Ne duam ekonomi të përparuar, se vetëm se kështu krijojmë perspektivë dhe siguri që rinia jonë të rrojë për jetë e motë. Le ta di që vëllezërit e tyne të idealeve të mëdha mendojnë dhe punojnë për ata siç u kanë siguruar. Qendra për dije, universitete ashtu po punojnë që këtu të hapen vende të reja të punës. Investime të rëndësishme
investime kapitale, duke filluar që nga koridori i 8, Hekurudha Kërqov, qafë thonë, zona e lirë ekonomike dhe qindra vepra hidroenergetike, për të cilave mase 80 janë me kontrata të nënshkruara dhe të përfunduara. Vetëm se me hapjen e vëndeve të reja të punës, ne mund të sigurojmë që rinia jonë të jetë e sigurt, se edhe në këtë vënd ka shprejes për tjetuar. Më të gjoni me vëmendje ju të gjithë vlezërët e mi më të ri, vënd më të bukur se sa ky hyni nuk ka. Andaj, të djersitemi, të përpiqemi që këtë vënd të bëjmë më të begat, këtë vënd të bëjmë më të mirë, energji pozitive po, rini po, djeni po, andaj të gjitha projektet t'i qojmë për para. Kështu që, unë ju drejtohem ju, si njeri juaji, si vllau i juaji, unë bashkë me të gjithë bashkëpunëtorët e mi, kërkoj mandat, kërkoj që shqiptarët të na përkrahin, unë kërkoj që t'jemi më të fort, duke qenë më të fort, jemi më të rëndësishëm, duke qenë më të rëndësishëm, materializojmë, kapitalizojmë, vepra të mëdha. Kështu që ju kërkoj ju të gjithë, sepse këtu jeni i gjithë Bashkimi Demokratik për Integrim. Mos hezitoni, kërkoni votën, sepse ne do të dalim faqebar, kurrën e kurrës keq nuk kemi menduar. Edhe Zoti është me njerëzit e mirë, edhe Zoti për 10 vite me radhë, të gjithë ata njerëz të cilët kanë punuar dhe solidarizuar me çështjen madhore shqiptare i kanë ndihmuar. Prandaj, mos hezitoni, angazhohuni maksimalisht ju Bashkimi Demokratik për Integrim, që me 5 qershor të arrijmë, të realizojmë ëndrrën e madhe, fitoren e Bashkimit Demokratik për Integrim. Prandaj, për të arritur drejt qëllimit, duhet të demonstrohet fuqishëm ky unitet dhe ky besim që sot po dominon në tërësi në Bashkimin Demokratik për Integrim. Ju të gjithë tani syt i keni tek unë, për ama dinje një të nderuarit e mi, vëllezërit e mi, syt e 700.000 shqiptarëve të janë pikërisht në këtë sallë këtu, sepse këtu është kalaja e pamposhtur e Bashkimit Demokratik për Integrim. Prandaj, suksese putë marë dhe dalshim faqebar, bashkë drejt qëllimit. Faleminderit shumë.